E keqja banale e kombit jeni ju. E keqja banale e kohës jeni ju. Pse i them këto? Ky parlament ka një komision ligjesh. Këtë komision ligjesh e kryeson një ish ministër i juaj. Në garën e avokatit popullit, një ditë ky mbledh komisionin dhe vendos në mënyrë të diskutueshme, me drejt apo pa drejt, nuk mund të them, se ka pro dhe kundër atij vendimi, që për kandidatët për avokat populli do ketë deputetit të drejt vetëm për një firmë. Ky është një vendim. Ky është një vendim i një komisioni që ligji dhe kushtetuta e ngarkon për shqyrtimin edhe për organizimin dhe shqyrtimin e procedurës e emërimit, votimit të avokatit popullit. Ai është kryetar komisioni. Tjetër punë, se keqja banale, do t'ju shpjegoj më vonë ç'është e keqja banale. E shtron atë në hiç. Ne zbatuam vendimin e Komisionit Ligjeve. Në përputhje me vendimin e Komisionit të Ligjeve të këtij, çfarë është ky e merrni vesh ju vet? Ne bëm shkresën tërheqim të gjitha firmat. Dhe thash dhe njerë, për disa dhe për me krahasim, deputeti mund vendos vetëm një firmë për një kandidat, për të tjerë mund vendos shumë. Kjo është një e diskutuar, por vendimi i Komisionit të Ligjeve ishte i qartë. Nuk pranohen sepse janë vendosur firma, i njëjti deputet ka firmosur disa kandidat. Dhe tani ju prisni, shikoni sa qarë po. Me qenë se duhej pa tjetër që ai që zoti Kliçi e quajti lepri i Surrelit, kurse unë do ta quaj jo lepri i Surrelit, po opozita e emëruar apo e dështruar, që duam, opozita që duam, kishte marrë firma dhe tani përmbysni vendimin. Përmbysni vendimin e Komisionit Ligjeve. Vendimin tuaj. Shkelmorim i vetën tuaj. Vetëm e vetëm që të grabisni avokatë e popullit. Ta mbaroj fjalën. Shumë të rëndë. Ne kemi qenë luajal me ligjin. Komisioni i Ligjeve vendosi që nuk mund të ketë më shumë se një të drejtë për një kandidat çdo deputet. Ne në respekt të saj ne tërhoqim votat. Dhe ju vazhdoni tani, pse vazhdoni? Sepse ju e dini që lepri i Surrelit s'merr dot asnjë firmë. Jo, nuk i merr dot. Dhe shkoni ç'bëni, ka përsëri i bëni dhe atij kukumalën në qafë për të realizuar një akt të turpshëm. Bëheni, po është një gjë shumë e ulët. Për procedurë, zoti Balla, procedurë. Diskutimet janë 10 minuta, një pro, një kundër, vetëm një diskutim, por kjo është e fjalë për procedurë. Për procedurë vetëm duhet të qëndroni procedurës. Zoti Kliçi vetëm procedurës. Jo, për heqjen nga renditës diskutohet 10 minuta, pro, 10 minuta kundër. Do ta marrë njëri fjalën 10 minuta për të mbrojtur? Zonja Tabaku për procedurë. Do të përgjigjet kur t'i vi radha. Zonja Tabaku.
Nuk e do tani? Pas. Më pas, okej. Zoti Byli Guashi. Zoti kryetar, jeni ju që në seancën e fundit të legjislaturës së shkoi e bllokuat procesin në